Unë mendoj se cili person që e ka në shtetësinë fillimisht duhet votoje, por në anën tjetër, si e shohim edhe në këtë kontekst, ne gjithë jemi student. Studentat përherë kanë qenë dhe do jenë fryma e parë politike shqiptare tash e jona, dhe ne jo vetëm që duhet votojmë, por duhet jemi edhe politikisht shumë aktive dhe të reagojmë për gjëra që na pëlqejnë, por veçanërisht për gjëra që nuk na pëlqejnë. Jemi shumë të vetëdijshëm për të drejtën që e kemi për votë, edhe jemi të vetëdijshëm gjithashtu për rëndësinë që ka kjo e drejtë dhe që ne ta përdorim atë. Prandaj edhe pse kohëve të fundit gjendja ka qenë e trazuar dhe kemi marrë pjesë në shumë zgjedhje, jemi të bindur që prap është e rëndësishme të japin zërin tonë përmes votës. Shumë e rëndësishëm që dhe na si diaspora ta kemi votën, edhe besoj na tash sonte këto që jemi edhe krejt e rinia, na të gjithë e dimi që është shumë e rëndësishëm që e kemi atë votë edhe ta përdorëm atë votë, edhe domethënë atë mënyrë ta spjegojmë ose ta kallëzojmë mendimet e tona që i kena. Edhe besoj që diaspora gjithmonë ka qenë shumë e rëndësishëm edhe për Kosovën, për zhvillimin e Kosovës edhe në histori domethënë kur ta shikojmë. Unë besoj se për ne të rritë këtu në diasporë, është rëndësishme që të dim që është edhe situata politike në Kosovë, mbasi edhe për aty që ti kemi prindrit, është vendlindja e prindrit tonë dhe na gjithmonë e mbajmë në për veti, po besoj që është shumë rëndësishme për ne që dhe mund të votojmë edhe të mund të zgjidhemi edhe ne si që ka mu kanë edhe situata në Kosovë. Për arsyen që jam shqiptar e Kosovës e kam drejtën e votimit edhe votoj, domethënë, po. Unë mendoj që është e rëndësishme që diaspora të votoj, sepse edhe sidomos na trit, se na një gjenerata e re, edhe pse jena këtu në diasporë, edhe pse jena lindë dhe rrit këtu, mendoj që është e rëndësishme sepse prapë e kemi lidhjen e ngat me diasporën, edhe është e rëndësishme me ujt me zgjedh për njerëzit tonë, sepse edhe najna pjesë e atyit, edhe gjithmonë kena me qenë pjesë. Edhe nëse jam lind këtu në Zvicër, edhe jam rrit në Zvicër, halo e kemi na lidhjen me Kosovë, edhe familjen, shumicën e familjes e kam në Kosovë, kështu që deri dikun e shoh drejtën tonë me guxu me votu. Në shekullin e 21 nuk është atë që rëndësishme ku jeton, po ma shumë çfarë përkatësie ndjen. Na gjithë ndjehemi shqiptar, nëse jemi nga Kosova edhe kosovar, po mbi gjitha shqiptar dhe natyrisht si qytetar të atij vendi, por jo vetëm e ndjejmë obligim edhe angazhimin politik atje. Kështu që më duket është ma shumë se sa vetëm përgjegjësi kombëtare, është edhe përgjegjësi e thjesht qytetarë të angazhohemi për vendin.